Ledio Enrico dhe Kristi Sajetlari nga Panorama Sport janë me mua sot për të diskutuar për të gjitha këto zhvillime sportive. Mirë se erdhët. Tani më zbërtheni pak deklaratën e Gjimshitit. Çfarë do të thotë, do ta zgjidhim edhe këtë? Ata janë shumë të rëndësishëm për ne dhe ju jemi falenderues. U zgjidha jo për këtë ndeshje apo me kismet në të ardhmen? Shiko, Esmeralda, duhet ta nis njerë nga ndodhia, nga ngjarja për të kaluar pastaj hap pas hapi. Ajo ngjarje bëri që, mendoj unë, kolegët mund ta konfirmojmë, krahas nivelit të kësaj ndeshje, bëri që kjo përplasja tifoz presidenc të ketë një rënje të ndjeshme të numrit të biletave të shitura. Çuditërisht, ditën e sotme, të betojmë, mund të kemë folur me 10 apo 12 shokë të mi të cilët para pak kohësh dëshironin dhe le themi luftonin për një bilet, u kam shkruar, u kam nisur linkun e federatës dhe zero interes, nuk jemi të interesuar. Më thanë, përveç nivelit ndeshjes, por edhe për çështjen e çmimeve. Por kjo tregon kemi edhe një gjë tjetër, ne, kombëtarja sa herë humbet, pushatisë stadiumi ndeshjen e ardhshme. Shiko. Nuk duhet që ne të tregojmë cinik të çështje biletave, flasun në federata për të qenë që kur kemi ndeshje të forta t'i shfrytëzojmë sa më shumë dhe kur kemi ndeshje të këtij niveli të na ngelet stadiumi me 5, 6 apo 7.000 vende bosh. Të paktën deri në momentin që ne flasim, janë një përqindje dikum tek 25, diçka më tepër përqind që stadiumi është bosh. Tani, si do të funksionojë kjo? Pse duhet le të themi që të sillim ato përplasje që normalisht e tha pak më kohë dhe një prej përfaqësuesve të TKZ-s, që kjo gjë do kthehet në bumerang për shumë arsye dhe njëra prej tyre erdhi që stadiumi është pjesërisht bosh, tribuna e nëse zgaboj me gjithë pjesën e saj, por edhe tribunat tjera të cilat aktualisht nuk kanë tifoz. Kristi, për çfarë kjo përplasje? Kujt i duhet, kujt i shërben? Kush ngeli pa bileta që i morën tifozët kuqezi? Jo, në fakt ose dhe grupet e tjera të tifozëve, se ne u morëm me tifozët kuqezi, po të paktën nga ajo që mësuan. Në stadium, do të jenë pranishëm. Jo, edhe grupet e tjera nuk është se ju kanë dedikuar pra janë djegur të gjithë me tifozat kuqezi. Këndvështrimi im është tjetër për këtë çështje. Normalisht që edhe biletat, çmimet e biletave ndikojnë, sepse në një ndeshje me Andorrën kundërshtar modest, tribuna përballë nuk mund të ketë një çmim 10.000 lekë të reja, është too much. Por këndvështrimi im është që Federata Shqiptare po para përgatit terrenin për ndeshjen me Serbinë. Kjo është pak a shumë parapaskena mund të them, sepse i druhet shumë trazirave që mund të ndodhin nga grupimet, si tifozat kuqezi, por edhe grupimet tjera të kombëtares, që për kontributin e tyre ndër vite, unë them që e meritojnë të jenë aty. Ndoshta mund të merren shumë masa, mund të ketë një organizim të thelluar nga institucion, nga UEFA, nga federata, dhe nuk mund të sakrifikohen për një ndeshje që normalisht do jetë në sytë e gjithë Europës dhe futbollit ndërkombëtar për çështjet politike më shumë. Ka dhe mënyra për ta zgjidhur ato, siç e zgjodhen ndeshjen e kthimit në 2016 në Elbasan, që ishin me ftesa. Si në opera. Me flamuj si në ato filmat amerikan, kur shkonin kandidatët për president të takonin qytetarët, të gjithë atje të lumtur. Unë besoj që edhe në ndeshjen me Andorrën tifozët kuqezi do jenë. Nuk është se do mungojnë, por edhe ata mes tyre, në dinin time kanë një përçarje të fortë. Janë ndarë në 2 fraksione, ndoshta themeluesit e vjetër, antarët që kanë kuotat antarësimet, dhe një grup, po i them, të rinjsh, të cilët kanë rritje sociale dhe po them, këto kuotat e reja të antarësimeve që bëhen çdo vit. Kjo është një gjë jo e mirë, shqiptarët gjithmonë të përçarë, qoftë edhe në tifozëri, dhe tashmë të dyja palët kanë negociuar me federatën për vendin që gjithmonë tifozët kuqezi kanë mbrapa portës, tribuna në mos gaboj. Kështu që federata duhet ta zgjidhë, sepse ndjenin time i ka dhënë fjalën të dyja grupimeve, por ndeshjet e fundit kanë qenë. Po jashtë kanë mbetur dhe grupimet e tjera, jo vetëm kuqezin. Po, grupimet e tjera kanë mbetur jashtë edhe në Europian, nuk kanë marrë bileta një pjesë. Ilirian Elit për shembull bëri dhe një protestë në ambientet e federatës. Por flas për grupimin tifozët kuqezi, që është grupimi më i madh dhe i pari për kombëtarin shqiptare. Mirë. Ledio, themi pak tek futbolli. Anglia e vështirë apo
edhe kombëtarja jonë nuk është se justifikoj shumë me lojën e tyre. Po të ndalemi tek ndeshja me Anglinë, të paktën ashtu si e pashur ndeshjen, ishte një skuadër, le të themi, e cunguar, sepse ne kemi luajtur disa herë me Anglinë, kemi luajtur edhe atëherë kur Shqipëria nuk kishte shanse për të marrë pjesë në kompeticionet që organizon UEFA dhe të paktën jemi përballur me ta. I kemi lejuar vetes edhe të psojmë gola, po edhe kemi shënuar, apo kemi sulmuar, apo më thjesht kemi luajtur futboll. Në ndeshjen me Anglinë ne nuk luajtur futboll. Domethënë një presion aq i lartë në skuadër nuk i shërben asesi një skuadre si Shqipëria, e cila në krahasim me Anglinë dihet që është inferiore në çfarëdo lloj aspekti, por mënyra se si futesh në fushë ka të bëjë shumë. Këtë e them sepse pash një skuadër e cila nuk e shqetësoi për asnjë moment portierin e Anglisë. Në mos gaboj, kam përshtypjen që portieri i Anglisë nuk e preku topin me dorë kurrë. Pra nuk bëri asnjë pritje. Dhe thënë kjo për një skuadër e cila trumbetohet si një skuadër që do të shkojë në Europian, do të shkojë në botror, do të marrë pjesë në kompeticionet më të mëdha dhe kur vjen puna për ta përfshirë dhe pak të pjesën e çunave që thonë ne kemi mbështetjen e tifozëve, tifozët tanë na bëjnë me krah, kur vim ne luajmë në Air Albania, tifozëria është ajo që ndikon në fitoret tona. Jemi në momentin që Shqipëria është në pikën më të ulët të drejtimit nga Silvinjo, të paktën. Që nga dita kur ai ka marrë drejtimin e kombëtarës shqiptare, paktën ndeshja me Anglinë ishte ndeshja më e turpshme që unë kam parë për një kombëtare, se nuk po flasim për një klub, po flasim për një kombëtare. Pra ti mbledh elitën e futbollistëve të tu, edhe i bën pjesë e një kombëtare për të përballur me çfarëdo lloj ekipi. Nëse futbolli do ishte kështu, që skuadra më e fortë në letër do fitonte gjithmonë, atëherë skuadrat e tjera nuk kam se të futen në fushë. Përballja ishte në kufijtë e Qesharakës. Nuk guxoi Shqipëria të shkojë në portën e Anglisë, nuk guxoi Shqipëria, po unë kam përshtypjen që ngërçi psikologjik tek lojtarët tanë është aq i madh saqë fryhen jashtëzakonisht përpara ndeshjes, që mund të bëjmë këtë, do bëjmë atë, ne jemi të fortë, mund të shkojmë botror, dhe kur vjen puna shfryhen aq shpejt saqë Anglia ato 2 gola ishin shumë pak për atë që bëri, absolutisht. Edhe një trajner që drejton një kombëtare dhe dali pas ndeshjes edhe thotë që jemi të kënaqur se mund të psonim 5, unë kam përshtypjen që nuk duhet jetë fare trajner. Se nëse trajneri niset dhe futet në fushën e lojës me bindjen që do psoj 5 gola, nuk e kuptoj se ku e gjen më pas, le të themi, atë përkrajen apo mbështetjen për t'i thënë ndjekësve apo edhe futbollistëve që shiko se neve mund të shkojmë në botror. Me këtë do shkosh në botror. Domethënë në botror, nëse do të shkosh me këtë skuadër në botror, kam përshtypjen që mund të psosh edhe 35 gola me bindjet e Silvinjos. Kështu që tri me këmbë tok, edhe të kthehemi aty ku jemi një skuadër inferiore në të gjitha, le të themi, ato çfarë tregojmë në fushën e lojës, dhe ndeshja me Anglinë për mua e tregoi katërsipërisht që le të themi situata brenda kombëtares nuk është më ajo që presin njerëzit. Vetmja shkëndi që pati ajo ndeshje ishte futja e Brojës në fushën e lojës, që tregoi që ndryshe nga lojtarët e tjerë gëzon një personalitet të paktën në përballjet, ose më saktë është mësuar duke luajtur kundër lojtarëve që kishte Anglia atë ditë, që duhet thënë edhe diçka. Anglia luante me 4 lojtarë të formacionit bazë apo 5. Pjesa tjetër e ekipit ishin eksperimental. Merr një lojtar 32 vjeç nga Newcastle i futen loj, një lojtar 18 nga Arsenal i futen loj, një mesfushor po ashtu që s'ka luajtur kurrë futen loj, dhe domethënë të bën ato që ti nuk arrin do të bësh 3 pasime, të përfundosh 3 pasime, një kombëtare që nuk për mua është shkërmoqur, dhe kur diskutojmë pastaj që ndeshja me Andorrën është e vështirë, aty pastaj nuk vazhdon më diskutimi. Kristen. Andorra ka më shumë, domethënë, popullsi, ka më pak popullsi se sa ka bagti në territorin e saj. Dhe nuk është shuar kurrë për futboll, dhe të flasësh ashtu, kur pritshmëritë tua janë që të shkosh në... Do të pritshmëritë e qytetarëve. Jo, unë jam i sigur, po të shkojmë unë, Ledio dhe Kristi, vetëm të ndryshojmë lukun dhe të futemi të Andorra, po na njoh njeri që nuk kemi futbollist, unë nuk e di çfarë them. E them këtë vërtet në formë shakaje, por 6 lojtarë ishin vlerën 0. Më i shtrenjti ishte 800.000 euro, ishte portieri i Villarreal B-s,
Dhe mosha mesatare shkon diku tek 28 apo 29, po ishin ja 7 lojtar nga 35, 37. Jam I sigurt që ata I thonë atij trajnerit të lutem mos na merr këtë ndeshje se nuk kemi më. Domethënë të gjithë lojtarët në kampionatin vendas, të gjithë në një niveli nën mesatar. Pas të kalojmë në Andorra, të vinë koment për ndeshjen me Anglinë. Patjetër se. Po. Mendoj që ajo ndeshje nxori në pas gjithë diferencat që ekipi jon kombëtar ka me ekipet e tjera, por edhe vetë... Tani, problemi, vetëm një gjë, Kristi, tani, diferencat, Anglia I ka me 90% të ekipeve të Europës, nuk po them tani vetëm me Shqipërinë, që mos I bim kaq shumë në qatë. Do ta lidh me kombëtarën tonë. Lojtarët tanë, bën maksimumin, ai sa duhet, apo ai sa munden, apo kaq munden, dhe kërkojmë edhe më shumë se që... Besoj që bën maksimumin, por do ta lidh me lojtarët tanë në veçantë, sepse vetëm broja... Nëse ky është maksimumi atëherë. Vetëm broja, për mendimin tim broja, Gjimshiti, ndoshta edhe Balliu deri në disa momente, pavarësisht disa situatave të lojës, treguan që mund të jenë një nivel si dhe lojtarët e Anglisë. Ose tjerët kanë ardhur nga stoni gjithë. Bajrami, Asani stonuar dhe treguan që deri aty e kanë kapacitetin, nuk mund të pretendosh që të mundesh Anglinë me këta lojtarë. Ose ndoshta duhet një mrekulli, duhet një... Anglinë nuk e mund dot. Jo me këto lojtarë, po të marrësh edhe lojtarë mbi nivelin e këtyre. Nuk e mund dot, asnjëherë nuk e mund dot, por të paktën luan futboll. Ti nuk luaj as futboll aty. Domethënë nuk bëre asgjë, mund të tentosh dhe mund ta surprizosh. Gjithmonë se nuk tentuam, gjithmonë ekipet e dobta mund t'i befasojnë të mëdhat. Jemi dakord. Keni strategji, një plan. Po në qoftë Kristi, në qoftë Anglia ka humbur me Greqinë, me Maqedoninë. Mos krahaso Greqinë ti. Po mos e krahaso. Kristi, në qoftë do shfrytëzonte ka qenë një periudhë kurbe për në Greqia tani është po ngritet. Dje shkoi në Skoci dhe mund të Skocinë 0-3. Po kurba e Greqisë ishte në rënje kur fitoi në Angli. Ndërkohë tani Greqia po rritet. Ne jemi duke rënë dhe Silvinho konkretisht ka qenë sinqert diën konferencën për shtyp. Ne jemi duke rënë, po duam të shkojmë në botëror. Nuk po ecën siç duhet asgjë këtë kohë. Ka thënë konkretisht Silvinho ka qenë padorezë. Kur ka ecur Silvinho përveç pjesëmarrjes? Unë pas ligës të kohë, kam 7 muaj që e pyes për këtë zonën e rehatisë të lojtarëve tanë. Tani, nuk duhet bëj komente më shumë se që më takojnë se çfarë ndodh, nuk më intereson fare çfarë ndodh jashtë asaj që ne shohim, pavarësisht se çfarë informacionesh mund të më vinë, duhet të shikoj atë çfarë ndodh në fushë. Unë e shikoj kështu Shqipërinë, sepse ndjes se po ndërpreva kolegët. Unë e shikoj kështu. Unë shikoj një Shqipëri Esmeralda konstante. Është në pikën 1 po them. Në pikën 1 kundra Anglisë, që ty duhet të jesh në pikën 10, në pikën 1 kundra Andorrës, që ti edhe 0 të jesh në poshtë. Në pikën 1 me Gjeorgjinë, në pikën 1 me Ukrainën. Shqipëria është një standard në gjithë lojën sepse thuaj se po luajnë një të futbollistë. Realisht dhe kjo tregon që në poshtë të vegjëlit me të mëdhenj je I dorëzuar. E pyeta atje trajnerin Silvinho për këta futbollistët që janë Ledio e kam ngritur tek këtu zërin për të cilët janë të përhershëm. Nuk dua t'i përmend me emra, mes fusha që nuk ndryshon kurrë, krau I djathtë I sulmit nuk ndryshon kurrë, me mbrojtjen është pjesa që mua më ka kënaqur më tepër. Largo këtu edhe me portierin që ndoshta duhet shikoj Stolin. Dhe Silvinho e justifikoi që luan lojtari më në formë, luan lojtari më I mirë dhe nëse dikush nuk është gati për kombëtaren, unë do ta largoja. Ka një hierarki Enrico Silvinho, domethënë, nëse fiksohet me disa lojtarë dhe I qëndron besnik, ka krijuar një formacion bazë që të gjithë ne dim pavarësisht si do luaj Silvinho. Bajrami Asani do jetë në krah. Domethënë ai është fiksuar me këta lojtarë dhe për mendimin tim kjo është diçka ndoshta e gabuar ndonjëherë sepse ti mund të mos shfrytëzosh dot për shembull aftësitë e Muçit, Hoxhës, të cilët mund të jenë në formë po e marr tani kur si emra. Ose ndoshta në mesfush Berisha për momentin apo Pajaziti mund të jenë më mirë se Ramadani dhe ndoshta mund të jetë mundësia për që ata të luajnë, të kontribojnë edhe ata të shohim sepse është do thosh ti ka kohë sepse është shpejt, okay, mund të por ne nuk kemi kombëtare që duhet të rritemi gjithmonë. Ndoshta ka ardhur momenti që kjo është kombëtarja jonë dhe me këtë lojtarë të marrim maksimumin. Kam pak statistikat e ndeshjes me Andorrën. Në 2002-shin na ka mundur 2-0, në 2010-ën kemi fituar 1-0, në 2019-ën kemi fituar 3-0, në 2019-ën barazim në Tiranë. 2002. Po, 2002. Në 2021-shin kemi fituar dhe Andorrës, prapë 2021-shin do shta është ndeshja e kthimit, kemi fituar 1-0. Ndeshja e fundit ka qenë këtu në drejtimin e Direjës, e mbaj mend shumë mirë, ishte një ndeshje ku Andorra parkoi autobusin, që diçka që do ta bëj dhe sot me shumë mundësi.
Dhe ne jemi zhbllokuar vetëm me një penalti të Endrit Çakicit që ka vendosur ndeshjen dhe ka qenë një ndeshje shumë e vështirë. Ndoshta edhe për faktin që ne aty mbyllëm shpresat për kualifikimin në botëror, sepse ndeshja me Polonin që ishte këtu në Tiranë, unë poshtëm dhe psikologjikisht nuk ishim mirë për atë ndeshje. Kjo është një situatë tjetër, mendoj, ndeshja e sotme, por nuk është se do ta kemi të lehtë, sepse Shqipëria ka treguar edhe me Ishut Faroe edhe me Moldavin që ka vështirësi kur sulmon, kur ka një ekip të parkuar aty. Po, por kur nuk e merr dhe shumë seriozisht, ose kam përshtypjen që ekipet që i konsideron kështu të lehta nuk i merr dhe aq shumë seriozisht. Ndoshta këtë herë do ta marrë edhe më shumë seriozisht Andorrës. Ne do të kuptojmë diçka, Esmeralda, që ne ata semi pro janë gjysmë profesionist pjesa më e madhe. Si do luaj Silvinjo sot do të ligën që kanë gjysmë profesioniste. Unë se mendoj kështu, po pasi të jap Bledio do ta them unë pak a shumë si e mendoj. Mendoj që do kenë ndryshime. Kosova mundi Islandën. Islandi ka mundur Anglinë. Keni kritikuar që duhet ishte ndeshje, nuk është se bëri në gjë, madje humbi një rast që ishte shumë i bukur me Brojen. Ajo ishte një kundërshtim me 3-3, po 3-3, po ai se sheva stopin, nga i vjen. Nga ana e këtyre trajnerëve, ajo lëvizjen ishte pak e gabuar, sepse të dy kanë ikur në një drejtim. Njëri nga Ozuni ose Asani duhet të thyej dhe topi Brojës mund të shkonte te njëri nga këta. Kurse ata bën një lëvizje të dy njësoj, domethënë kjo ishte gabimi. Rasti goli, aty Asani, aty do të thoya Ledio çfarë? Ai mund të kthejë në gol. Njëri duhet të nuk është faj trajneri Krisi, është faj lojtari që aspekti fizik ka zero. Ajo është lëvizje që profesori një lojtari të mirë duhet ta është faj prindit që çfarë përgjigje dha nxënësin në shkollë se I bie po. Tani ai është kur nuk shfrytëzon ato pak raste me pikatore që t'i jepen në Wembley do ndryshon. Me Anglinë dhe me ekipe të tilla vetëm një herë mund të vi rasti, nuk të vjen gjithmonë. Nuk kemi fituar asnjëherë me 10 ekipet e para të FIFA-s të renditura. Pikërisht pra, kjo tregon se çfarë niveli je. Tani mos I rrit pritshmëritë edhe thuash do shkojmë botror. Mos kemi praktikë. Ti duhet ulesh me këmbë në top. Tjetër strategji pastaj se ne. Ore, këto eliminatore me Serbin. Të lutem. Po kohë pastaj në play-off tentojmë shanset tona. Këto eliminatore do ketë ekipe. Jo, me këtë skuadër ti jo Serbin, po ti edhe me sot me Andorrën mund që dosh. Ja, se besoj Andorrën po. Okej, Serbin është shumë e vështirë. Ose Anglia do as vështirësi, po. Thoni pak, Andorrën, këtë do ketë sot. Kam përshtypjen nga ajo çfarë kemi parë gjithë këto kohë, Silvinjo nuk I ndryshon, domethënë I qëndron idealeve të veta, ka një formacion tip që nuk e ka ndryshuar kurrë, me një mesfush e cila ka vetëm ndryshim që mund të rishet pas Bajramit dhe të rinj në stol midis Laçit apo Ramadanit. Unë do doja shumë që kombëtarja në këtë pikë të mos synoj të shkojmë botror, po të synoj të riformatoj grupin. Pra ka disa lojtarë cilët kanë talent, luajnë në ekipet e tyre, kanë minutazh dhe meritojnë të luajnë, siç I aktivizon Spalletti lojtarët që kanë minutazh, siç I aktivizon trajneri I Gjermanisë lojtarët që kanë minutazh, siç aktivizon edhe po ashtu ai Anglis ato lojtarë që luajnë dhe performojnë më mirë për momentin, atë duhet bëj edhe Silvinjo. Silvinjo duket sikur ka rënë peng e disa lojtarëve që kanë emra, për shembull Ramadani ka 6 muaj që luan futboll. Dhe vjen dhe luan formacion me Shqipërinë, absolutisht shumë fjalë të mira për çfarë ka dhënë për Shqipërinë, por në momentin që nuk je. Kështu që besoj që duhet shkosh në stol edhe të futet tjetri, po kap një shembull. Broja, me futjen e tij ndryshoi pak, le të themi, qasja e ekipit në fushë, se nuk bëri asgjë ekipi ishte në gjumë, domethënë për mua Xhimshiti Ajeti, Ali, pak Balliu, Kaçja e mbrojtjes që ishte deri diku, le të themi, luftonte për të thyer ndonjë aksion, pjesa tjetër ishin në gjumë. E gjithë skuadra në gjumë. Kështu që unë mendoj që Silvinjo ka kohën nëse do ta bëj që të aktivizoj lojtarë si Pajaziti, lojtarë si Medon Berisha, lojtarë si Broja apo Muçi, pra lojtarë cilët janë edhe më të rinj edhe ndoshta kanë edhe më shumë uri për të dhënë edhe ata kontributin e tyre në kombëtare, edhe sidomos në ndeshje të tilla, ku ti mendon që kundërshtari jot është inferior. Por në të vërtetë ne duhet të kuptojmë që 3 ndeshje të luajtura në Europian, nga të cilat morëm një barazim, nuk të bëjnë superior. Absolutisht. Paraqitja e mirë në Europian, por mbaroi aty. Çfarë po bën tashmë? Tashmë s'po bën asgjë. Tashmë me këtë do luaj. Dhe nëse ti thua që unë jam mundur 2-0 dhe jam I lumtur, jo unë jam në merak për formacionin e Andorrës, se po shoha pak lojtarë të Esmeralda, jo. Viktor Bernat. 37 vjeç. 37 vjeç. Është një 42 vjeç. Po me atë janë me eksperiencë. Nuk e di. Mark Pujol. Është vllai Pujolit. Me sfushor ofensiv, 42 vjeç vlen 10.000 euro.
10.000 euro, sa kam pasur një kredi dikur. Jordi Rubio, 37 vjeç. Mark Garcia, 37 vjeç. Mark Valles, 34 vjeç. Jose Antoni, 39 vjeç. Po se vetëm Jose quhen këta, i kanë shkurt. Do me thënë, e kupton Esmeralda? Janë 6 lojtarë në mbi 34-35 vjetë. Dhe ju do dini dhe na përmendni rezultate. Jo, të lutem, më lër ta mbaroj. Ju dolët dhe na përmendët rezultate 2000, 2001, 2010, 2020, 2024, 2025. Me këta lojtarë, dërgoj Gnatian dhe nëse nuk i mund, flasim mbas leshjes. Po pra, po, ndoshta sot... Pujol, me këta lojtarë... 22 vjeç Esmeralda, ai nuk ka ç'a bën, e kupton që nuk ka ç'a bën realisht. Ati i prishin punkta që e marrin, ai mund të ketë një biznes atje. O duhet të rinë në drejtim të biznesit, i qepre federata, hajde luaj di se dua unë. Ka parë Ronaldo ndoshta ai kështu që... Ai shkreti nesër është që në 6-2 është toni parë në kampanjerë. Dikush tjetër. Kriste, është kjo ndoshta një mundësi që Silvinho isha duke thënë Edi Reja, se duke të uksim edhe njerë të epoka reja. Të reja mirje, po... Që Silvinho të testoj, të fus lojtarët e rinj që ka grumbulluar, ndoshta të ndryshoj pak edhe lojtarët që i ka në zënjë rënjë aty. Mendoj që jo vetëm kjo ndeshje, po mbas ndeshjes me Anglinë, mendoj që ka nisur një tjetër kapitull në kombëtare, do ketë... Ka nisur për ne apo për Silvinho? Për Silvinho. Jo, ky është mesazh për Anglinë, që kur të vi këtu do ta ketë. Jo, ky është për Silvinho në raport me atë që pyetjes me do gjendë dot parkim lidhje me lojtarët që ai është fiksuar. Nuk mendoj që do ketë të jetë informacion tip, po mendoj që do ketë ndryshime. Unë po riskoj pak sot me formacionin e mundshëm, po them, edhe pse Silvinho një seancë ka pasur në Londër, një seancë gjysmë servitore, sa ajo më shumë rikuperuese është. Po them që mund të ketë edhe ullje në stol të lojtarëve të cilët e konsiderojnë veten, po them, pa prekshëm më thonjza, edhe pse ndonjëherë e kanë justifikuar. Ndoshta Yasir Hasani them që mund të ullet në stol. Bajrami, siç e tha Ledio, mund të spostohet në mesfush. Ndoshta Laçi ose Ramadani nuk e nisi nga fillimi. Mendoj që mund të jetë rasti Manajt, sepse për vetë faktin që edhe Andora do të triqet e gjitha mbrapa, Manaj luan me shping bën atë spondi dhe mund të jetë një pik në sulm. Ndoshta Muçi e nis nga fillimi përpara Arber Roxhës. Ka mundësi që edhe Broja mund ta shohim edhe në krah, nuk është di në Angli e pam disa minuta në krahun e djathtë, që mund të marrë vendin e Yasir Hasanit. Këto janë pak a shumë ato ai projeksioni im gjithmonë po Silvinho, besoj këta të rinj që grumbulloj? Nuk besoj, më shumë si ka Pajaziti të luaj nga Pajaziti po. Çfarë informacione kam që mund jepet minuta, duke qenë se edhe në Wembley dha një sinjal, futi disa minuta, besoj pasaj mbrojtja mbetet e pandryshuar, sepse dhe Ismaili nuk është se është 100%, ka ende shqetësime. Këto janë paka shumë, po mendoj që mund të kemi një, po rezikoj këtu, Broja Muçi... Që rezikoj se po nuk rezikoj një Krisi nuk fiton gjë. Broja Muçi Mana, edhe Silvinja e përmendi pak që përmendi 2-3 sulmues. Muçi, Broja dhe Mana e them që mund të jenë në një risi ditën e sotme. Mirë, do të shkrutem shumë shkurt për një hapësirë publicitare, rikthehem pas pak për të vazhduar edhe për kombëtaren, edhe për ndeshjet e mbrëmshme, por edhe për Kosovën që arriti një fitore të bukur mbrëm. Kosova është ngjitur një kategori më lartë në Ligën e Kombeve, konkretisht në atë B, pasi mposhti në duel direkt Islandën. Në përballjen e luajtur në transfert, sulmuesi Muriqi realizoi 3 gola. Mirë, na është bashkuar edhe Naim Selmani, gazetar sporti nga Kosova, për të diskutuar për këto zhvillime. Naim, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Po e përsëris edhe herë, kjo është e mira kur ke dy kombëtare, se mërzitesh me njërin, po ngushëllohesh me tjetrën. Kështu që Kosova ishte një ngushëllim shumë i madh për humbjen e Shqipërisë. Jemi të sinqertë ta Shqipëria pati misionin e vështirë në Wembley përballë një kombëtare si Anglia me një trajner si Thomas Tuchel që kërkonte rezultat pozitiv që në start. Në anën tjetër Kosova përballë Islandës e përfundoi atë misionin që filloi në Prishtinë. Ndoshta me lojë edhe më të mirë se sa që u pa në Prishtinë në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë. Dhe kjo është realisht tani duhet përgëzuar edhe trajnerin Franco Foda, pasi është në realitet tani po vret edhe dora e tij e punës te kombëtarja e Kosovës, si në ndeshjen e parë, si në ndeshjen e dytë. Edhe pse në ndeshjen e parë
ka pasur ca eksperimente, por në të dytën gjithçka e ka pasur nën kontroll dhe ka përfunduar në ndeshje, edhe pse nisi me golin e hershëm të Islandës, por disi kur e shikon lojën e ke një farë lloj përshtypje për ndeshje të caktuara që mund të kthehen dhe mund të fitojnë kur një skuadër luan mirë futboll. Edhe në atë ndeshje ishte kombëtarja e Kosovës, e cila e bëri paraqitjen e mirë në momentin e duhur për të kaluar tash në Ligën B, dhe kjo është ngritje e vazhdueshme e kombëtarës së Kosovës në cilësi, nisin D, më pas kaloi një rang më tutje dhe tani jemi në Ligën B, pra ko pas kohë kemi pasur ngritje, po çka vrehet në këtë ecurinë e fundit është trajneri gjerman Franco Foda, i cili në 7 ndeshjet e fundit me kombëtarën e Kosovës ka arritur me marrë 6 fitore në proces. Dhe tani në Ligën B natyrisht janë kombëtare të nivelit më të lartë, flasim për Austrinë, flasim për Zvicrën, flasim për kombëtare si Bosnia, s'dija përmenda edhe Austrinë. Pra, tash kemi të bëjmë me tjetër nivel. Që ke gëzu shumë që për Austrinë, për fitoren me Austrinë. Po i thonë nga 2 herë që të duken shumë. Pse të duken shumë? Stërda jo, ndua ta nis me një farje publike trajnerit Foda. Unë gjithmonë paktën kam qenë në ata persona që kur e kam paragjykuar. Se gjithi paragjykojnë Po s'do vete në Andorra, se 6.000 vete janë gjithsej rrezik. Shiko, jo, realisht, sepse e kam paragjykuar për faktin sepse nuk ishte në CV shumë e pasur, për më tepër në një pikë ku ishte Kosova që duhet një trajner me shumë eksperiencë dhe një trajner që mund të sjellë atë frymën. Foda e solli, faleminderit dhe më fal, Franco Foda. Faleminderit, dhe vazhdoje kështu se mos... Absolutisht, perfekt, unë kam parë si koment për ndeshjen, pavarësisht sepse nuk e pash do të gjithën për shkak se kishim dhe konferencën e kombëtares, por jam munduar nota 10 absolutisht për dyja paraqitje. Ndeshje e parë deri diku jo aq e mirë sa e dyta, por dje me gjithë në fakt doja dija pak se çfarë kishte ndodhur për atë emrin e Kosovës shkruar me pak ndryshime, pati një përplasje, le themi një... Spanja nuk e një Kosovën dhe... U luajt në Murcia, në Spanjë dhe emri Kosovës ishte shkruar në mënyrë jo si duhet dhe nuk mungon edhe flamuri, madje që ishte një gjest shumë ullët, mendoj. Që shkruar Kosovë me odhëm. Dhe me yll besoj si. Po, me yll, po. Me yll si besoj, është ajo që është i vendoset, domethënë që ato vendet që nuk e njohin e kanë me yll aty, që është shënimi që mos vendosësh flamurin. Kjo është skandaloze, nuk e justifikon, thjesht po të tregoj se pse. Jo, UEFA nuk është zgjuar, se është dhe pak shpejt, ora sa është 10:30. Një të çështje politike pastaj një që Spanja nuk një Kosovën, ata justifikohen, janë... Po pra, Kosovën nuk e një, po Muriqin e mban aty në ndeshje. Pirati ynë, thonë. Në Spanjë. Muriqi nga Lushi është apo? Po pra, kaluan të Muriqi, ka qenë edhe me shpresat tona. Kosova, si duket, perspektiva e Kosovës? Unë them që diferencën e bën lojtari sa për përmendëm. Muriqi, që ne kishim të shpresa dhe nuk arritëm dot ta integronim në ekipin e parë. Muriqi është një killer, po them kështu në thonjza i golit. Brenda sa vite ka që luan kombëtare, ka shënuar mos gaboj 31 gola, që ne golashnuesi më të mirë e kemi me 18 gola dhe vështirë se do kemi një sulmues me shpresën që Broja mund të jetë ai, por edhe për Broja nuk ka shkuar asgjë mirë deri tani, që mund të thyej atë Bogdanin që kemi ne, Bogun. Rëndësishme është që do shkojmë botëror. Shko, ti të shkojmë që e litë e botërorin. Po tani, kjo është fjalia që thuhet më shumë pra, ne do shkojmë në botëror, ne do synojmë botërorin. Absolutisht jam dakord, synimet e tua. Por çfarë po jep për ta synuar këtë gjë? Se unë jam dakord që të dalin nesër Foda edhe të thotë, ecuria e ndeshjeve është kjo, unë shikoj që ekipi ka grind, luan mirë futboll, kam poshtur kaq ekipe, në 7 ndeshje kemi 6 fitore, e synoj. Ti ke 7 ndeshje 6 humbje dhe synon botërorin. Mendoj që me ato cilësi që ka Kosova, Ligën C, besoj që e kalon. Dhe kaloj me sukses. Për te Ligës C, mëse këto janë ndeshje miqësore, këto mos i llogarit fare. Liga B, patjetër që do kenë probleme, se niveli konkurrenti vështirësisë rritet. Por ne po flasim për lojtar që ka Kosova dhe Kosova ka kriju kombëtarët shqiptarë të futbollit Esmeralda. Jeni me këmbë tokë apo jo? Merri iqi çik gjithë lojtarët e Kosovës nga kombëtarja shqiptare dhe shiko se si dalim ne. Jemi si Andorra. Po lëre tani, cili është muçi, është prodhimi i fundit i kampionatit shqiptar të futbollit.
Muçi dhe nuk luan, asnjë. Kur ka luajtur Mane e kampionat shqiptar? Ma thuj pak. Broja s'ka Kur luajtur. 2000-shit. Jo. Mos i snobojmë këta që janë jashtë dinë emigrantëve. Mos i snoboj. Ata kanë lindur në Angli dhe nuk e drejtuar çfarë lidhje ka Broja me kampionatin shqiptar. Christian Shpendin, një ndër sulmuesit që shënon më shumë, momentalisht që shënon më shumë dhe nuk e kanë kombëtare. Dhe ke Uzunin që para 3 javësh bëri kalimin në Amerikë. Mungesë. Zhegrovën them. Zhegrovën që e kishte mungesë. Mungesa lojtar të lënë jashtë. Po cilësive individuale, unë mendoj që Kosova luan futboll të bukur. Pra njëri ka gjetur një formulë që edhe kur nuk ka marrë rezultate pozitive, Kosova ka shfaqur se të marrë pak edhe me ndeshjet e tjera. Naim, kam edhe pyetje për Shqipërinë. Çfarë nuk po shkon tek kombëtarja shqiptare e futbollit? Nuk po themi që për te dëshirës tonë, ndeshja me Anglinë, natyrisht dje që nuk do ishte një ndeshje fare lehtë dhe për mua mirë dhe që përfundoi 2-0, se mund të përfundonte edhe më shumë. Si Silvinjo ka bërë deklaratë, mund të pëlsonin 5. Kështu i kam edhe familjen, win-win jemi. Kurdo që fiton nga të dyja, por është një Angli e fortë. Nuk mund të pretendosh aq shumë, por prap ka diçka që nuk po shkon. Që mbas Europianit, kombëtarja jon nuk ka arritur të jap një ndeshje të bukur. Nuk po them të fitoj, por ndonjëherë edhe ndeshja e bukur ta qetëson edhe dhimbjen e humbjes. Kur i ke të dyja të hidhura, pastaj bëhet edhe më e hidhur. Çka pash nga ndeshja e Shqipërisë, unë mendoj që Shqipërisë parimisht në një i mungoi guximi, ndoshta është dashur të kratë dhe më shumë nga trajneri që dalin shumë përpara, të mos të rriqen krejt në mbrojtje. E di, Anglia është superfuqi e futbollit evropian, por edhe Kosova pa të luajtur vite më parë ndaj një kundërshtarit të njëjtë. Lojë e hapur, e ke pranu 5 gola, e ke shënu 3 humbs, nuk ki çka bën aty, po të mbetet peng për shembull në disa elemente që ka mund të ndërhyet. Unë nuk e shoh për shembull Uzunin si sulmues pyk në qendër të fillohet me të para Brojës. Absolutisht jo. Broja e pa në pas inkuadrimit në lojë e përballon vetën me futbollin anglez. E një futbollin anglez, është rrit futbollin anglez. Disi të ballafaqohet me ta. Unë mendoj që Broja më pas provoi më shumë rrezik. Pse mos provohet një treshë më ofanzive të lihet Uzunin krah e jo në qendër. Broja nuk ishte gati 100% për ndeshjen me Anglinë. Nuk mund të ta nisë nga fillimi për arsye probleme fizike, që nuk e ka Po mirë, pra, mund ta niste ato 10 minuta ti bën të fillim se jep të pak zemër ekipit. Nuk mund të dikësh një zvendësim për Brojën tani, nuk është plani, strategjia është me Uzunin. Po soi pra është nëse e zvendësove në fund, e nisje me Brojën dhe zvendësoje Brojën. Mund të luajë 25 minuta e pastaj ta largosh. Edhe i fakti është nuk e di pse nuk funksionon ashtu. 8 sekonda, nuk e di pse. Jo, unë i thash për Po Brojën. ka që madhe kjo, Uzunin qendër apo në krah. Një shembull, Mikel Merino. Me sushosh katrus tek Dortmundi, gjithë karrierën e tij vjen luan qendër sulmues bën gol. As nuk e dua ta dëgjoj fare këtë diskutimin e që lojtarët ta nuk përshtatet këtu në qendër, ky është 2, ky është 3, ky është 4, pozicione që bëjnë të njëjtën punë tani. Ai tjetri vjen nga Mikel Merino luan te Spanja, më kupton? Po nuk është nivel për Spanjën. Krahasimi është gabim, bëhet krahasimi Uzuni Merino. Fal. Pse? Për pak e krahasoj me Ronaldo. Po seriozisht, po Mikel Merino s'ka bërë mirë në asnjë ekip ku ka qenë. Po bën jashtëzakonisht mirë te Ka Arsenali. qenë tek Dortmundi, ishte lojtar që kur luante me Bayern nuk e fusin ata se kishte frikë, i dridheshin këmbët. Po Bayern ekip i madh nuk është për ata, Arsenali është më i vogël. Shiko, kur e ke ekipin e konsoliduar, mund t'i fusësh lojtarët edhe në jashtë roleve. Po, nej. Uzuni ka tipare tjera, nuk luan qendër. Unë e kom përcjell kampionatin spanjoll. Po nuk e mori Uzuni topin pak më herët. Po nuk tentoi tjetë përballë me fytyrë ka goli. Probleme ka Uzuni që në goli. Broja tjetër nivel. Unë mendoj që Broja ka zhvilluar me shumë lojë me shpinë që ka nevojitë të tërheq kundërshtar. Nëse Broja të fishohet të lirohet hapësira në fazën e sulmit të tërka. Pra nuk e pam këtë ndeshjen e parë. Uzuni u neutralizuar në fillim dhe nuk paraqiti më rrezik për mbrojtjen e Anglisë. Shko Naim, qoftë Uzuni, qoftë Broja të ishin, ma të treqe që kishin bërë në Angli. Ja, edhe për ta jap, vetëm të mbaroj pak. Po, ne. Gjendet në një zgjidhje tjetër. Kombinimi i Hasanit, Bajramit, Aslanit. Diçka në këtë tëreshë nuk po funksionon. Nuk e di a ka nevojë për një futbollist tjetër
që mund të lidhë këtë repart në mes vete. Nuk e di pse nuk po arrin ta shfaqin potencialin që kanë këta 3 futbollistë. Sidomos ndeshjet mëdha. Pa, e Kristi. Po thë, ne edhe kur fitonim topin, nuk ishte problem nëse përpara ishte Uzuni, Broja apo dikush tjetër. Me susha jonë ishte aq mbrapa, sa një moment, bura re që Ramadani shkeli Gjimshitin, duke ecur mbrapa, dhe Gjimshiti shtyu, i thaj shkoj ta, shtyu para. Po, dhe kjo ishte, domethënë, edhe ne kur e fitonim topin nuk kishim forca përpara për të kundërsulmuar rrezikshëm. Nuk kishim lojtar përpara, se ti mund të kundërsulmosh me 3-4, ne s'kishim vetëm Uzunin, që as nuk e mbështeste as Bajrami, as Hasani. Unë Uzunin më shumë e kam parë të porta jonë se sa të porta kundërshtar. Ti mund të bësh një lloj mbrojtëse. E bëjnë ekipet, a ju mbyll Parisi? Liverpooli Parisit? Po. Pa ma kundërshtuar ishte i frikshëm. E fundit se do shoh se na mbaroi koha se kemi gjithë këto Francë, Spanjë, po. Jo, nëse e ke lexuar mediat andoriane, kam një merak. Do luaj ky Djaloshi Pujol, 42 vjeç, e kam shumë merak, lutem. Nuk e di çfarë thuhet. Kur të të vija i të fusi gol sot të shorti pastaj. Se nga troj me ndojnë akta punojësit e fushës të lese do luna i nanë parkën të keta të logon. Do luaj, nuk e ti. Nuk besoj që të regoj më herët punën e ti. Kjo është sekreti trajnerit, nuk ta zbulon më herët. Me vlerën që kishte beli nga motorhosh. Mirë, atëherë mbrëm ndeshje shumë të bukura deri në penalltinë e fundit, mbetën shpresat e Spanjës, të Francës, Italia që barazon në minutat e fundit me Gjermaninë, po ja la kësaj here se gjithmonë gjunafë dhe gjermanët. Ndeshjet miqësore karakterizohen ndeshjet miqësore nga të tilla rezultate. Sepse skuadrat lëshojnë, le të themi, nuk impenjohen maksimalisht, edhe po ti shikosh të gjitha ndeshjet kishin nga 4 apo 5 gola secila. Po ndaleshim tek ndeshja më e bukur, që për mendimin tim ishte Gjermania me Italinë, ishte një ndeshje në të cilën shikoje dy pjesë. Në të parën një dominancë e madhe e Gjermanisë dhe në pjesën e dytë Gjermania i fali Italisë, le të them, terren, edhe mundësi për ta barazuar deri diku lojën. Tregon që Gjermania s'ka më Gjerman aty prandaj. Po, ndal lojën në pjesën e parë, nuk shkon deri te minuta 100. Nga krahu tjetër ishte një Spanjë e cila të kënaqte kësaj sheh, po edhe një Holandë e cila luan futboll, vazhdon të luajë futboll, edhe bën një ndeshje goxha të bukur me goxha gola, praktën u shënuan 6 gola në 120 minuta, pastaj penalltit dihet se si janë. Franca nga krahu tjetër u mobilizua vetëm në një pjesë të lojës, edhe për aq mobilizim sa bëri në fushën e saj, arriti edhe ta kthente rezultatin, ndërsa Portugalia, e kam thënë, do ta them, pa hequr Cristiano Ronaldo s'do fitoj kurrë asgjë. Domethënë dje ishte lojtari më i dobët në fushë Cristiano Ronaldo. Edhe vazhdon akoma, bën ato festimet me port bosh, bën një gol, bën ato festimet. Kristi. Unë do flas pak për futbollin holandez që janë dhe simpatizant. Gjithmonë Hollandës nuk i ka ecur asnjë penalti. Është e mallkuar. Qoftë në Ligën e Kombeve, qoftë në botëror, gjysmë finale, ku do doni, shikoni Hollandës nuk i ecën asnjëherë me penalti. Po duhet ta ndryshoj, pra s'duhet të shkojmë penalti. Duhet një yshtë pastaj. Të djegi pak. Po të mundet do të fitoj, në 90 minuta. Ju një fshat ku mund ta çojmë atë trajnerin. Të marrë një bluzë të kudon. Ti marrë të gjitha të 11. Këto ai, me çanta mbrapa. Çfarë ke atore? Ka një 30 panella, shikoj. Kjo, pastaj për ndeshjen me Italinë, me Gjermaninë, domethënë, mendoja që Italia është një periudhë, them, konsolidimit të ekipit, paleti e nisi këtë mbas Europianit dhe ndoshta tani po them që do shohim një Itali edhe më të fortë, edhe përgjigjen, edhe pse ishte 3 gola disavantazh, arriti që të barazonte ndeshjen. Thjesht ndeshja e parë ishte disa gabime individuale. Pjesa problemi që shohun te Italia është aspekti i përqendrimit psikologjik, që po ta shohësh një gol që shënoi Gjermania, aty ishte goditje nga këndi, u nis shpejt, bë gol. Portieri bisedonte me lojtarët dhe me arbitrin. Ishte domethënë e pakonceptueshme të ndodhej, sigurisht në Calceto. Kjo tregon mungesën e impenjimit, pra sepse kjo ndeshje miqësore. E kuptoj. Janë unifikuar në një ligë për tu dhënë një Do trofe. merrem me ka holandezën, thoni. Merrem me këndush. Jo, po mendoja për atë fshatin ku ti çoja. Shiko.
Për te shakave, aji momenti që thot Kristi e përmendi dhe Ledio, është totalisht munges serioziteti nga Italia, jo nga Gjermania. Mua për vete, jo, nga Italia, po thonin, dhe këta, se Gjermania në regull është bërë dojnë. Jo, për mua është e shëmtuar dhe nga Gjermania. Ajo është e drejt në kuptimin sepse nuk ka nevoj për të rëmbilbili, por Donnarumma shkoj dhe të bisedonte me shok të skuadrës, Musiala në thonjza i pa fytyr, aty arriti që shënonte golin. Me gjithë meritën e tij, dhe le të themi pastaj Gjermania pati një lloj nënvlerësimi nga kundërshtari, rezultati më i drejtë 3-3, por kalimi më tej Gjermanisë. Megjithëse të dyja në grupet e botrorit kualifikuese. Po. Kështu që në total besoj që Gjermania e meritoi kualifikimin edhe mbas paraqitjes në ndeshjen e parë, por në ndeshjen e dytë u mundua që Italia të bëjë diçka më shumë, por ishte shumë vonë. Besoj që Italisë do të duhet ende kohë për të arritur këto nivelet e larta të këtyre kombëtarëve. Portugalia e përfundoi në kohën shtesë ndaj Danimarkës, që i ka bërë të lashët deri në momentet e fundit, dhe Spanja me Holandën mund ka pëlqyer si ndeshje shumë. Spanja me Holandën 3-3, pastaj në penallti, një lojë shumë e mirë, e tha edhe kolegu që definitivisht kur shkohet penallti, një gjë është e sigurt që Holanda nuk kualifikohet. Nuk e di pse, nuk e di pse ndodh këtë gjë. Edhe mendoj që po të shikojnë total, mendoj që kombëtarët që kanë merituar kanë kaluar tutje. E kuptoj. Mirë, shohim pak po. Grupet që tashmë janë kompletuar, grupet eliminatoreve, i kemi kualifikuese, grupi A, Gjermani, Slovaki, Irlandë, Veriut, Luksemburg, grupi B, Zvicër, Suedi, Sloveni, Kosovë, grupi C, Danimark, Greqi, Skoci, Bielorusi, grupi D, Francë, Ukrainë, Islandë, Azerbajxhan, grupi E, Spanjë, Turqi, Gjorgji, Bullgari, grupi F, Portugali, Hungari, Irland, Armeni, grupi G, Holland, Poloni, Finland, Lituani, Malt, grupi H, Austri, Rumani, Bosnia-Hercegovina, Qipro, San Marino, grupi I, Itali, Norvegji, Izrael, Estoni, Moldavi, grupi E, Belgjik, Wales, Maqedonia e Veriut, Kazakistan, Liechtenstein, grupi K, Angli, Serbi, Shqipëri, Letoni, Andor, grupi L, Kroaci, Çeki, Malizi, Ishujt Faraoe, Gibraltar, këto janë grupet e fundit, jemi në fund. Jo, kësha një koment për grupet, po mbaroj. Jo, po thë gjithë të mëdhenjtë kemi një halë të përbashkët. Jo, po thë gjithë të mëdhenjtë mos qanë, sepse do kalojnë Juventus. Me që kemi Juventus ka hequr trajnerin, shpëtoj dhe Enrico se shifte do të më syja trajnerin. Jo, Enrico ka thënë që ditën e parë që ai ka Maci Aziz është dikush tjetër aty të kam thënë. Që ditën e parë që ati u stampua ajo inicialet në fanën, që si ishte për atë skuadër. Për ndeshjen e sot me Shqipëria Andorra, për kishën anë e biletave, tani nuk janë vetëm online, por Federata kanë zirë që dijen darkë një njoftim që mund t'i blenë me pika fizike. Do me dhe kjo të regon që kanë ngellë biletet pa ushqit. Me tjetin shmim të kioska para stadioni. Sa del ndeshja sot? Hajde Kristim, me që të kam këtu? Me që po rezikoj sot, po themi 4-0. Hajde, Ledio. Se di, shpresojnë fitore, po maksimumi 2 gola shënem. Nuk kam marrë dhe blokun me shënime, 2 gola dhe unë po themi 2-0, maksimumi 2-0 për ne. Naim? Unë po them 3-1. Unë isha pa shënimet. Unë kam blokun tim ku analizova ju falenderoj shumë, Esurina Andorrës. shpresojmë që të paktën sot na e kthej buzëqeshjen kombëtarja jonë e futbollit. Presim të shohim se çfarë do të ndodhë në ndeshjen e mbrëmjes së sotme. Bileta ka akoma për ata që duan të shohin ndeshjen në stadium dhe i gjejnë në pikat e shitjes fizike në hyrjet të stadiumit. Pas pak do të jeni me kolegën Ujeza Dozhlani, ndërsa për lajmet e fundit nga vendi Rajoni dhe Bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play. Të ndajmë bashkë, mirupafshim.